Kjo është gjendja, aroma është e tmerrshme. Këto move që ka bu e rrezikshme gjendja. Këto si që duket, që kanë shëndru një deponi të mbeturinave. Përshëndetje miq të Kurora TV. Jemi të mbikalimi në Prishtinë, i cili gjendet afër rrethit me Flamor. Dhe si që dim, ky mbikalim nuk është edhe në gjendje aq të mirë për nga ana e pastërtisë. Mund të vrehet dhe akoma pa arrit mirë në mbikalim vetëm nga gjendja e shkallëve që të shohim drejt mbikalimit, është një papastërti e tmerrshme. Përderisa po eci, po mbjen ndërmend edhe po tham se qysh nuk e ka marrë një maskë me vete, se po ashtu po juftoj se nëse dëshironi që të kaloni nga ky mbikalim, duhet të keni me vete patjetër dorza dhe një maskë mbrojtëse. Se si që dim, nga papastërtia mund të arrin sëmundjet, kogja sëmundje serioze. Ja dhe po vrehet. Kjo është gjendja, aroma është e tmerrshme. Me të vërtet është marri, ndoshta me thonë, se si nuk po mirën masa për këtë mbikalim që të jetë në gjendje më të pastër. Këtu po vrehen edhe çorope, këto move që ka bu e rrezikshme gjendja. Me të vërtet merri madh. Tani ky muri do me thonë për shërben edhe për vizatime. Nuk jam kundër vizatimeve miq, por të paktën një shembull të mirë ta dhurojmë. Dhe ju kësi shembull kaq të paftyrë. Me të vërtet shokuese gjendja, siç po shihet. Ne ju bëjmë apel të gjithë dhe ju bëjmë apel institucioneve shtetërore që duhet të marrin masa që ky mbikalim të jetë i pastër, se siç e meritojnë qytetarët e Prishtinës të kenë një vend ku ju të kalojmë duke na u zinë fryma, se për momentin po marr një aromë me të vërtet shumë të keqe, e tmerrshme, e përsëris prap. Ju bëjmë apel që ky mbikalim të jetë më i pastër, se përndryshe pamja nga ky mbikalim është shumë e bukur. Mund ta shohim gjerësisht pothuajse këtë pjesë të qytetit, këndej mund të shohim pak gjelbrim, por gjendja e këtij mbikalimit nuk le vend për të dëshiruar për ta adhuruar këtë pamje. Dhe ja pra siç po vrehen, edhe këtu kemi ca shisha qelçi të cilat janë të thyera. Ta rikujtojmë se këto shisha qelçi mund të jenë rrezik i madh për qytetarët, por kjo nuk është e gjitha. Këto siç duket që kanë shndru një deponi të mbeturinave. Ja pra miq, kjo është gjendja. Edhe këtë pjesën tjetër kemi ca xhama të thyer. Me të vërtet shokuese gjendja, me të vërtet shokuese. Këto dhe siç po vrehet, janë disa gjëra që besoj mund t'i ketë lënë dikush, ndoshta nuk i është nevojitur më dhe i kalon në mbikalim. Me të vërtet, gjendje shokuese. Për ma tepër, nuk mundeni poshtë mbikalimi, nuk lejohet të dalim në tjetrën anë, duhet të vazhdojmë te semaforat për të kaluar rrugën. Ky mbikalim është ndërtuar për një arsye që të kemi më të lehtë qasjen në anën tjetër, të mos përballemi me vetura, se siç po e dim, aksidente po kemi çdo ditë, por sa të kemi kësi lloj papastërtie, ne si qytetarë të Prishtinës do ta kemi të nevojshme që të kalojmë nga rruga
duke marrë parasysh gjendjen e mbikalimit. Po vazhdojmë poshtë nga ana tjetër e mbikalimit, edhe me ju tregu drejtë, pata një bindje që ndoshta nga kjo anë do të kemi një gjendje pak më të mirë sa i përket mirëmbajtjes, por fatkeqësisht gjendja është e njëjtë. Si një qytetare që banoj në këtë vend, ju bëj apel të gjithë miqve dhe të gjithë shikuesve që po na ndjekin, që nëse doni të vazhdoni të dilni në anën tjetër të rrugës duke përdorur këtë mbikalim, duhet të keni me vete domosdoshmërisht një maskë dhe disa mjete dezinfektuese, se kur të delni nga këto, rrezikoni që të dilni edhe me sëmundje që do t'ja përkeqësojnë gjendjen.